Bashkimi Evropian vendosi një bast strategjik për rezervat e litiumit të Serbisë, për të nxitur kalimin e saj ambicioz drejt automjeteve elektrike. Ajo që përfundoi duke marrë në këmbim ishte politika e ndyrë dhe një reagim mjedisor aq i ashpër, sapo helmon marrëdhëniet e kombit ballkanik me Brukselin dhe po shkatërron aspiratat e tij për të bashkuar me bllokun. Depozita e litiumit i Adar e Serbisë vlerësohet të përmbajë mjaftueshëm metal të butë të bardhë për të fuqizuar 1 milion automjete elektrike dhe për të plotësuar deri në 25% të kërkesës së Evropës, duke e vendosur depozitën më të madhe të litiumit në kontinent, në qendër të përpjekjeve të BE-s për të siguruar furnizimet me lëndë të para kritike, të nevojshme për të kaluar larg nga karburantet fosile. Nuk është çudi pra që një projekt për të minuar depozitën, i zhvilluar nga giganti global Rio Tinto, do të sigurojë mbështetje thelbësore nga Brukseli, sipas aktit të lëndëve të para kritike, CRMA, i cili synon të zvogëlojë varësinë e madhe të bllokut nga Kina për burime thelbësore. Megjithatë, rezistenca intensive ndaj projektit nga serbët, të cilët shqetësohen për dëmtim të madh mjedisor dhe akuzojnë liderit e tyre politik për korrupsion, kërcënon të minojnë mbështetjen për antarësimin në BE, që shkon në rreth 40%. Nëse BE vendos të mbështesë Adarin, kjo do të sinjalizojë se bloku u jep përparësi interesave të tij ekonomike mbi vlerat themelore dhe gjithashtu do të ketë pasoja dramatike në Serbi dhe rajon, tha Aleksandar Matković, një studiues me bazë në Beograd, i cili ka organizuar protesta kundër projektit të minierave. Protestat janë lidhur me një valë më të gjerë trazirash antiqeveritare në Serbi, me tensione që u përshkallëzuan më tej pas një dokumentari i prodhuar nga një metalurg që mbështet projektin Rio Tinto, i etiketoi në mënyrë të diskutueshme ata që e kundërshtojnë atë si agent rus. Më 25 mars, komisioneri i industrisë Stefan Sejourné zbuloi 47 projekte strategjike të lëndëve të para nën CRMA, por nuk përfshinte projekte të BE-s, duke bërë që shumë njerëz të pyesin nëse kjo ishte për shkak të polemikave rreth minierës së litiumit i Adar të Rio Tinto. Komisioni nuk pranoi të komentojë nëse shqetësimet rreth Adarit kishin ndikuar në vendimin për të vënuar njoftimin, por theksoi ambicet më të gjera rreth partneritetit strategjik të BE-s për lëndët e para me Serbinë. Ky partneritet nuk ndryshon në asnjë mënyrë qasjen e BE-s ndaj bazave të procesit të pranimit në BE. Ajo që mund të bëjë është të sjellë investime në lëndë të para, bateri dhe lëvizshmëri elektronike që do të nxisin zhvillimin ekonomik dhe tranzicionin e gjelbër dhe digjital dhe do të krijojë mundësi të reja pune, tha një zëdhënës. Menjëherë pasi Sejourné njoftoi projektet e mbështetura nga BE-ja, presidenti serb Aleksandar Vučić u takua me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenten e Këshillit Antonio Costa për darkë në Bruksel dhe mori vesh për rrëshqitjen demokratike të Serbisë. Udhëheqësit e BE-s shprehën pakënaqësinë e tyre për trajtimin e trazirave të studentëve nga Vučić dhe protestat më të gjera kundër sundimit të tij, që kanë vazhduar për më shumë se 4 muaj. Vučić nga ana e tij ka akuzuar protestuesit se financohen nga perëndimi, duke ju drejtuar një tropi të përbashkët si në politikën serbe, ashtu edhe në polemikën rreth projektit Jadar, fajësimin e ndërhyrjes së jashtme. Por për shumë njerëz në Serbi, projekti Jadar simbolizon tani shtrirjen e BE-s me një gjigant minerar në kurriz të shqetësimeve publike, duke i dhënë përparësi interesave industriale të Gjermanisë dhe garës së bllokut për të mbyllur hendekun e electric vehicle me një kin dominuese. Ndërkohë mosbesimi popullor ka bërë që shumë vendas të besojnë se do të përfitojnë vetëm politikanët. Historia e origjinës. Në vitin 2004, gjeologët e Rio Tintos, që kërkonin në luginën Jadar, gjetën një depozit të shkallës së lartë që kombinonte borin dhe litiumin, duke i quajtur atë Jadarite. Në 2021-shin, Rio Tinto njoftoi se do të fillonte operacionet në projekt, duke zotuar mbi 2 miliardë euro. Ky njoftim shkaktoi protesta masive, duke e detyruar qeverinë të pezullonte ndërmarrjen e Jadarit. Ana Brnabić, kryeministri i asaj kohe, e shpalli atë fundin absolut të planeve të Rio Tintos, por në korrik 2024, gjykata kushtetuese e Serbisë lejoi që projekti të rifillonte. Një javë më vonë, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe nënkryetari i Komisionit Evropian, Maroš Šefčovič, detyruan në Beograd për nënshkrimin e një partneriteti strategjik midis Serbisë dhe BE-s mbi lëndët e para të qëndrueshme, zinxhiret e vlerës së baterive dhe automjetet elektrike. Por pse pikërisht Jadar është kaq i diskutueshëm, pavarësisht përpjekjeve të Rio Tinto për të qenë transparent në lidhje me projektin, për të zbutur shqetësimet mjedisore, rezistenca ndaj thyerjeve në minierën e nëndheshme. Nëse menaxhohet keq, nxjerrja e litiumit mund të kontaminojë rezervat e ujrave nëntoksore dhe tokat bujqësore jetike për komunitetin kryesisht bujqësor të luginës së Jadarit, thon kritikët e gjelbër. Rio Tinto këmbgul se miniera nuk do të përbëjë të njëjtat rreziqe mjedisore si të tjerat, sepse do të përdor metoda të ruajtjes së mbetjeve të thata dhe jo të lëngshme. Megjithatë, mbetjet të thata nuk janë imune ndaj ekspozimit ndaj ujit, paralajmëron Diego Marin nga rrjeti i Byros Evropiane të Mjedisit. Lugina e Jadarit është e prirur ndaj përmbytjeve, më së shumti në vitin 2014, kur përmbytjet vran 57 njerëz në Serbi dhe shkaktuan çlirimin e metaleve të rënda nga vendet e minierave në zonë, pas thyerjes së një dige. Ndërsa mbetjet e thata janë padyshim një praktikë e mirë, marrin vëren se ato ende nuk janë të sigurta nga shqetësimet ekologjike, duke përfshirë emetimet e pluhurit dhe ndotjen e mundshme të metaleve të rënda. Interesi gjerman në thelb të shtytjes së Evropës për të konkurruar me Kinën në sektorin e EV, qëndron fati i industrisë së automobilëve
familave të Gjermanisë, e cila luan një rol të fuqishëm në formësimin e qëndrimit të Berlinit dhe si rrjedhim duke ndikuar në prioritetet e politikave të BE-s. Mungesa e minjerave të lëndëve të para në Evropë po e bën industrinë vendase të varet nga vendet e tjera dhe faktorët e jashtëm për burimet e tyre, por sigurimi i mineraleve është vetëm një pjesë e enigmës. Prodhuesit gjerman të automjeteve po bien prapa kompanive kineze të EV në teknologji dhe kosto, duke vënë në rrezik pjesën e tyre të tregut. Drama dokumentare. Parlamenti Evropian hyri në polemika në shkurt duke organizuar një shfaqje të Not in My Country, një dokumentar që pretendonte se rezistenca lokale dhe protestat kombëtare kundër minjerave të litiumit në Serbi kishin lindur për shkak të ignorancës ose keq informimit nga Rusia. Filmi i realizuar nga Peter Tom Jones, drejtori i Institutit për Metalet dhe Mineralet e Qëndrueshme, u kritikua nga protestuesit për promovimin e projektit dhe përjashtimin e kritikave të tij. E ardhmja e Serbisë. Lufta për minierën e Jadarit nuk ka të bëjë vetëm me litiumin, ka të bëjë edhe me atë se kush do të përcaktojë të ardhmen e Serbisë. Për shumë serb, vula e miratimit në pritje të BE-s për Rio Tinton ndihet si bashkëfaqësi në një sistem ku fitimi tek kalon për fshirjen e qytetarëve dhe ku shqetësimet mjedisore anashkalohen në favor të interesave gjeopolitike. Dhe politika e jashtme zigzage e Serbisë mes fuqive të mëdha ka krijuar tensione si brenda dhe jashtë. BE-ja tani po bën gjithnjë më shumë presion Serbisë që të përafrohet më qartë me interesat e saj. Këmbanat po bien mbi miqësinë e burimeve, ku interesat shtetërore dhe të korporatave konvergojnë, ndërsa publiku është i përjashtuar nga debati. Aspirata e Serbisë për të bashkuar me BE-n tani varet në ekuilibrin e shtytjes së bllokut për lëndet e para, koloni minerare apo jo. Vendi i Ballkanit Perëndimor përballet me kaos të mëtejshëm mes paqëndrueshmërisë së tij. Vučić njoftoi më 6 prill se qeveria e re serbe, e udhëhequr nga rishtari politik Duro Makut, do të marrë detyrën deri më 18 prill. Nëse ligjvënësit nuk e miratojnë Makutin, Vučić duket se do të thërrasë zgjedhje të parakohshme në fillim të qershorit. Verdikti i votuesve do të ketë një ndikim vendimtar, jo vetëm në fatin e projektit Jadar, por edhe në kursin evropian të kombit ballkanik. Për shtati pamfleti nga Politico.